Një rrugë për Kosovën drejt NATO-s I jep fund bllokadës me Serbinë. Kjo është shumë më rëndësishme se sa antarësimi në NATO, se sa antarësimi në OKB. Antarësimi në NATO ja jep Kosovës sigurinë dhe ndalimin e menjëhershëm të fushatës së çnjojjeve nga ana e Serbisë. If you will allow me, NATO membership. Nëse më lejoni, antarësimi në NATO ka qenë një aspirat e kajashme e Kosovës e gjithë spektrit politik nga e djatha në të majtë në qendër deri të çdo parti politike në Kosovë dhe çdo udhëheqës. Në të njëjtën kohë në Serbi kjo lloj aspirate ka munguar. Nuk I kemi parë kur të flasim për aspiratën e bashkangjitjes në paktin e NATO-s. Serbia dëshiron të antarësohet në BE, por NATO-ja nuk është përmendur asnjëherë dhe ju I dini mirë arsyet pse. A mendoni se tani ekziston ky momentum politik që ata ta ndryshojnë mendjen? Well, the reasons why. Why do you think there is this momentum that they will change their mind? Në rregull, gjithashtu një pyetje është shkëlqyer, po ju them e kam adresuar këtë. E përmenda këtë, po, në seancën dëgjimore dhe gjithashtu në artikullin tim për parimi Ballkanit për Ukrainën. Unë I shpjegoj arsyet. Para së gjithash, nuk është e vërtetë që të gjithë serbët e urrejnë NATO-n dhe nuk e konsiderojnë antarësimin në NATO. Nuk e thash këtë, vetëm që të jemi të qartë. But some people think that. Some people think that. They have that impression that because E kuptoj, por disa njerëz mendojnë kështu. It's not true. I cited the latest survey. Ata kanë përshtypjen se për shkak të bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 të gjithë serbët janë kundër NATO-s. Nuk është e vërtetë. Unë citova anketën e fundit nga Instituti Ndërkombëtar Republikan. Nëse shikoni anketën dhe të anketuarit pyeten për NATO-n, nëse I mbledhin qëndrime serbe që janë të favorshme, atëherë ata duan të paktën më shumë komunikim me NATO-n, të paktën më shumë komunikim apo edhe antarësim. Nëse I mbledhin këto përgjigje, ato janë 50%. Ata përbëjnë gjysmën e popullsisë serbe. Kjo është e para. E dyta, ushtria serbe dhe në fakt edhe qeveria serbe kanë marrëdhënie të mira bashkëpunimi me NATO-n dhe me Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Ashtu si në Kosovë, keni gardën kombëtare të Ajovës në Serbi, është garda kombëtare e Ohio's. Serbia, the Ohio National Guard. The truth is, Mr. Joseph, if you would... Let me continue. Me lejoni të vazhdoj, me lejoni të përfundoj përgjigjen. Këtu në Washington keni si ambasador të Serbisë në Shtetet e Bashkuara Dragan Sutanovac, ish ministri I mbrojtjes, I cili ka argumentuar gjatë dhe në mënyrë të përsëritur se Serbia duhet I bashkohet NATO-s. And repeatedly argued that Serbia should join NATO. He made that argument and now he is the ambassador of Serbia. Ai e kishte bërë këtë argument dhe tani është ambasadori I Serbisë. Pra, e dim që kjo nuk është çmenduri. Dhe së fundi me lejoni të përmend këtë se nëse pyetja dhe oferta drejtuar Serbisë për t'u bashkuar me NATO-n vijnë nga presidenti Trump, do të jetë shumë e vështirë për Serbinë të thotë jo. It will be very difficult for Serbia to say no, and if Kosovo is offered a path. Nëse Kosovës I ofrohet një rrugë drejt NATO-s, do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për çdo udhëheqës serb të thotë jo. Të thotë se Kosova ka një rrugë drejt NATO-s dhe Serbia do të refuzojë. Pse? Sepse përsëri në atë pikë blokimi I Kosovës në OKB nuk ka rëndësi nëse Kosova bëhet pjesë e NATO-s. The blockage of Kosovo at the UN doesn't matter. Ju jeni eksperti politikës jashtme dhe e dini fort mirë se për t'u antarësuar në NATO duhet të jesh shtet. Në thelb, shtetet I bashkohen kësaj aleance. A do thotë kjo që Serbia duhet ta njohë menjëherë Kosovën si shtet të pavarur? Recognize immediately than Kosovo? I want to use my answer very clearly. Dua ta përdor përgjigjen time shumë qartë. Ajo që presidenti Trump do të ofronte në qasjen time është një rrugë drejt NATO si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Sigurisht që Kosova nuk ka një rrugë tani për shkak të 4 vendeve mosnjose. Presidenti Trump do ta kapërcej këtë dhe mund ta kapërcej. And he can overcome that. Këtu kisha një pyetje. Wait. You have to allow me to finish. Absolutely. Prit, duhet të më lejosh ta përfundoj. Përgjigjen. Both Kosovo and Serbia are going to agree that they're committing to join NATO. Pra, në këtë rast, si Kosova, ashtu dhe Serbia do të bien dakord se po angazhohen të bashkohen me NATO-n. Ky do të jetë një përparim I madh. Menjëherë do të ishte një përparim I madh. Backing and position of the United States to join NATO. So it's a breakthrough for Kosovo. And it'll be a breakthrough for Serbia because Serbia will finally Do të jetë një përparim për Kosovën sepse më në fund do të ketë këtë mbështetje dhe qendrim formal të Shteteve të Bashkuara për t'u bashkuar me NATO-n.
Pra, është një përparim për Kosovën. Do të jetë një përparim edhe për Serbinë, sepse Serbia më në fund do të vendosë nuk është me Rusinë dhe Kinën, por me NATO-n e Bashkimin Evropian. Ky do të jetë një hap i madh për të. Ky do të ketë një efekt të rëndësishëm. Pyetet edhe për njohjen. Po, përfundimisht, kur Kosova dhe Serbia të jenë gati të bëhen aleate dhe kjo mund të ndodhë për aq kohë, sa vetëm për 3 vjet mund të ndodhë që Kosova dhe Serbia të jenë gati të bëhen aleate dhe të bashkohen. Pastaj po, Serbia dhe Kosova do ta njohin njëra tjetrën kur të jenë gati të bëhen aleate. Ndërkohë keni njohjen de facto nga marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit. In the meantime, you have the de facto recognition from the Brussels and Ohrid Agreement. Please.